Kallëzimi penal i Vlenit kundër kandidatit të opozitës shqiptare Bujar Osmani në Çajër, kinse për keqpërdorime të pushtetit gjatë ushtrimit të detyrës si ministër i punëve të jashtme, është një goditje nën brez që mund të cënojë legitimitetin e zgjedhjeve lokale që do të mbahen në tetor të këtij viti. Duke mos hyrë në vlerësimin e argumenteve që përdorën në këtë kallëzim penal kundër Osmanit, vetë fakti që kjo padi bëhet nga një parti në qeveri dhe në prag të zgjedhjeve lokale, hedh dyshime se qeveria po përdor metoda jo demokratike për të ndikuar në rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve. Përveç kësaj, Vlen mund të dyshohet edhe për përdorimin e organeve të drejtësisë për të diskredituar kandidatët e opozitës dhe në rastin edhe më të keq për të eliminuar ata nga gara zgjedhore. Vlen ka pasur kohë një vit që të hetojë të gjithë ish funksionarët e BDI-s që kanë ushtruar funksione publike nëse kanë keq përdorur pozicionet e tyre në pushtet. Pyetja logjike që shtrohet është se pse Vlen në këtë rast nuk e ka shtruar apo nuk e ka dorëzuar padin kundër Osmanit para se të publikoj kandidatura e tij në komunën e Çajrit. Ose kjo padi të lihej pas zgjedhjeve lokale, pavarësisht nëse Osmani do të humbiste zgjedhjet, sepse veprat për të cilat dyshohet ai nuk vjetrohen. Atëherë, cilat janë motivet që e shtyn Vlen të dorëzojë kallëzim penal kundër kandidatit të opozitës shqiptare në komunën e Çajrit? Arsyeja e parë është banale, me qëllim që të diskreditoj Osmanin para votuesve shqiptar dhe të ulë përparësitë e tij në aspektin profesional dhe të karrierës politikës në të kaluar në krahasim me kandidatin e partive në pushtet në Çajër, i cili mund të ndihej inferior ndaj Osmanit. Mundësia e dytë që është më serioze është përpjekja për të friksuar Osmanin që të ndalojë apo ngadalsoj fushatën e tij elektorale, e cila ka nisur me energji dhe entuziazëm të madh. Nëse kjo është arsyeja që Vlen ngre padi kundër Osmanit, atëherë kjo do dëshmoj që Vlen përdor metoda policore për të luftuar kandidatët e opozitës në këto zgjedhje. Dhe është në gjendje që të përdor shantazhe dhe presione për të ndikuar në rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve. Dhe opsioni më i rrezikshëm që ka pak gjasa për të ndodhur, por nuk duhet të përjashtohet plotësisht, është mundësia e arrestimit të Osmanit dhe eliminimit të tij nga gara elektorale. Nëse pushteti do të përcaktojë për këtë variant radikal, që është veçanti e shteteve autoritare, do të shkaktojë reagimin e ashpër të opozitës shqiptare dhe të faktorit ndërkombëtar, i cili me shumë gjas ka që të mos njohë rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve dhe të izoloj qeverinë e Mickovskit. Ky zhvillim mund të jetë fund i ambicieve të Maqedonisë së Veriut për antarësim në Bashkimin Evropian. Sidoqoftë, eliminimi i Osmanit në këto zgjedhje nuk është punë edhe aq e lehtë e pushtetit, sepse Osmani nuk është as kandidat i panjohur dhe as personalitet politik i cili nuk ka mbështetje si brenda ashtu edhe jashtë vendit. Në fakt, ky zhvillim do t'i bënte nder vetë Osmanit dhe partisë që ka përfaqësuar, sepse ai do ngritet në një politikan me peshë të rëndësishme politike. Ky veprim i pushtetit do të viktimizonte Osmanin dhe do ta shndërronte atë në një yll politik, ndërsa nga ana tjetër do t'i jepte agent të vërtet politike opozitës shqiptare. Nga ana tjetër, padia kundër Osmanit dëshmon për frikën dhe pasigurinë e koalicionit Vlen në këto zgjedhje në Çajër. Si duket ato nuk besojnë në cilësitë e kandidatit të tyre në Çajër dhe përpiqen me fushat negative të nxjinë imazhin e kundër kandidatit të tyre. Nga ana tjetër, Izet Mexhiti nuk mund të përdor argumentin e stër folur të Vlenit se BDI gjatë 20 viteve të kaluara nuk ka bërë asgjë në pushtet në të mirë të shqiptarëve. Nëse kjo është kështu, atëherë është logjike që shqiptarët të presin nga kandidati i Vlenit, Izet Mexhiti, të sqarojë se çfarë të arriturash ka në komunën e Çajrit gjatë ushtrimit të 3 mandateve në këtë komunë.